Ka nisur këtë të martë provimet e maturës shtetërore, ndërsa në data 2 qershor ka shënuar dhe provimin e parë atë të gjuhës së huaj. Në gjithë vendin në rreth 26.000 maturantë, ndërsa në qarkun e Vlorës janë 1.567 maturantë të cilët janë ushtruar testit të parë të provimit të maturës shtetërore. Do të jenë total 4 provime të maturës shtetërore, të cilat do të shtrihen deri në datën 23 qershor, që do të shënojnë edhe fundin e provimeve të maturës shtetërore për vitin shkollor 2025-2026. Maturantët në të gjithë vendin janë ushtruar këtë të martë provimit të parë të maturës shtetërore 2026 atij të gjuhës së huaj. Në zyrën vendore të Bashkisë së Vlorë Marë është 1113 numri i maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur sot në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 sipas kalendarit të miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 pap përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1113 maturantë, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit janë angazhuar 127 administrator, të cilët janë thirrur të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministri i Arsimit. Mësohet se në këtë proces të rëndësishëm kombëtar janë angazhuar edhe Policia e Shtetit në Vlorë, strukturat shëndetësore dhe OSHE në mbështetje për garantimin e sigurisë, rendit, gatishmërisë mjekësore dhe vijimësisë së energjisë elektrike. Sipas njoftimit të Ministrisë, pas provimit të gjuhës huaj më 9 qershor do të jetë provimi i gjuhës shqipe, kurse provimi i matematikës do të jetë më 16 qershor dhe ai lëndës me zgjedhje në 23 qershor. Pak ditë para nisjes së provimeve, Ministri i Arsimit Kumbaro bëri të ditur se përgatitjet për maturën shtetërore kanë nisur që në dhjetor 2025 me miratimin e rregullores së re dhe publikimin e testeve model për maturantët. Sipas saj, procesi është shoqëruar me testime provë në qendrat e provimeve ku janë simuluar të gjitha kushtet e zhvillimit të testit, nga organizimi logjistik deri te masat e sigurisë. Mësohet se rregullori i aktivitit është shpërfsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve, po kështu nuk janë lejuar telefonat celular, orët inteligjente dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit.